Këtu është horoskopi i diel 14 dhjetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Do keni më shumë dëshirë për të zhveshur dhe dita lejon këtë dhe më shumë. Kjo është një kohë e mirë për të rivlerësuar dashurinë. Historitë e sapo lindura janë më të rëndësishme. Demi. Disa mënyra të menduarit dhe të vepruarit të së kaluarës, i njëjti qëndrim ndaj dashurisë, tani po ndryshojnë. Sot mund të kthehet një tension i vogël, unë ju këshilloj që të bëni gjithçka me qetësi në orët e ardhshme. Binjakët. Ju nuk keni jetuar disa momente. Partneri ankohet për mungesën tuaj, në momente të caktuara ndiheni sikur nuk jeni në mendjen tuaj. Gaforja. Ju mund të pastroni keqkuptimet në dashuri, por së pari duhet të pastroni vetveten. Keni dashur disa ndryshime, keni pranuar një sfidë, duhet të vazhdoni më tej. Luani. Por në sa festa keni qenë të ftuar në këtë periudhë të fundit? Nëse e juaja është një dashuri e gjatë, tani është koha për të bërë zgjedhjet e largeta, raste. Virgjeresha. Regjistrojmë një moment tensioni për ta mbajtur nën kontroll, nuk është një ditë e mrekullueshme. Në dashuri ju dëshironi sqarim dhe për të kuptuar se si mendon një njeri i paqartë, dashuri të reja në lëvizje të ngadalë. Peshorja. Ditë e rëndësishme në të cilën edhe sharmi juaj dyfishohet. Sot ekziston një vitalitet dhe dëshirë e madhe për të bërë. Akrepi. Ndryshimi i planeve në horizon. Ata që jetojnë dy histori rrezikojnë të bien në kontradikt. Shigjetari. Jini në favor të dialogut dhe komunikimit me të tjerët. Ata që kanë mbyllur një histori nuk duhet të mendojnë më për të. Ata që jetojnë së bashku ose martohen, e bëjnë këtë pa detyrim për të jetuar në heshtje. Bricjapi. Do t'ju duhet të rregulloni çështje të pasgjidhura. Ju do të dëshironi të ikni nga familja, por do të shihni se do të kalojë. Ujori. Ju jeni padyshim më i fortë gjatë mbrëmjes. Në dashuri do të ndiheni më të shtrirë, të etur për të përjetuar emocione të mëdha, takime të preferuara këto ditë. Peshqit. Mundohuni të gjeni pak qetësi nëse ndjeni nevojë. Duhet pak durim në të gjitha marrëdhëniet. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.